Kandidatja për deputete e Partisë Socialiste në Vlorë, Mjaftesa Sulaj, u takua me banorët e Selenisës, nga të cilët morin mbështetje në këtë fushat elektorale. Gjatë takimeve me banorët e zonës, ndjeva mikpritjen dhe dashamirësinë e tyre të sinqertë, është shprehur Sulaj pas takimeve në çdo familje me banorët e kësaj zone. Ata i shprehën mbështetjen për iniciativën që ka ndërmarrë, duke i uruar fitore në 11 maj. Banorët e Selenisës meritojnë të jenë pjesë e ndryshimit dhe pjesë e realitetit të ri europian. Këta banor kanë treguar vështirësitë e punës së përditshme dhe kanë kërkuar që politika të bëjë më të mirën, veçanërisht në infrastrukturën rrugore. U bëra pjesë e listës së hapur të Partisë Socialiste në Vlorë për të sjellë idetë e mia dhe përvojën nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shqipëria ka ndryshuar shumë e ky ndryshim duhet të vazhdojë në përmirësimin e jetës së banorëve, tha kandidatja Sulaj. Padyshim, banorët e Selenisës do të votojnë për Partinë Socialiste dhe Edi Rama do të dalin fitues. Mjaftesa Sulaj kërkoi nga banorët të votojnë emrin e saj në fletën e votimit e të japin mundësinë e përfaqësimit në Parlamentin shqiptar, ku do të jetë zëri i njerëzve të punës dhe idea të ure e projekteve për zonat rurale.